時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンUnë mund të ndjej e ndjej erën e gjakut të ti kudo Hakmarrje do t'i zhduk nga kjo botë gjithë ata që kanë të njëjtin gjak me të Ju lutem më ndihmoni. Gjë e çuditshme po thoje. Kohët e fundit çdo natë. Kemi dëgjuar zëra të rënqethshëm dhe kemi parë gjëra të çuditshme që parapen në ajër. Edhe mbrëm unë gjeta këtë. Hakmarrje? Ndoshta këtë mund ta kem bërë fantazmat. Një mik më sugjeroi të vija në universitet për të këshilluar me ju, profesor. Ju duhet më ndihmoni. Profesor? Dhe pastaj Zoti Goto thatë, të lutem mos u shqetëso. Puna jonë është të bëjmë të gjitha kërkimet e nevojshme për të ndihmuar njerëz si ju, dhe të zgjidhim misteret e pashpjegueshme. Ju do të largoheni menjëherë sapo ajo të bëjë përgatitjet e nevojshme. Po, zotri. Mirë pra, je gati. Kam shumë besim tek ju, zonjusha Kazue. Ne jemi të vetmit që mund t'i japim fund një të fshehtë si kjo. Mos më zhgënje. Çfarë është kjo? Jemi shumë vonë. Akira! Akira! Këto shifra janë të pashpjegueshme. Çfarë mund të ketë ndodhur? Akira, eja këtu. Ndihesh mirë. Po vijnë përsëri. Ata përbindja të tmerrshëm po vijnë përsëri. Po vijnë prap. Qetësohu, birim. Qetësohu, Akira. Zoti Goto, keni kujdes. Shtriuni në dysheme. Tani nxitoni. Ecni. Po!
Kjo është e padobishme! Ti nuk ke për t'ja mbathur. Të gjithë ata që kanë të njëjtin gjak me të do të shkatërrohen. Do ta shikojmë! Babi! Kujdesu për Akirën, birin tim. Babi! Dëgjo Akira, mua më quajnë Kazue Hayenemizu. Akira, mos u frikso, unë do të të mbroj ty. Çfarë ishte ajo? Ajo bisha. Pse duhet ta sulmonte vallë një djalë kaq të zakonshëm? Akira, bir. Prap se prap. Ky fëmijë. Unë duhet ta mbroj Akirën me çdo kusht. Akira. Akira. Kush është duke më thirrur kështu? Akira. Dikush ka hyrë në dhomën time. Ti më thirrë në emër më parë? Çfarë kërkon nga unë? Ti po më thërrisi mua, apo jo? Kush je ti? Akira. Ndihesh mirë, Akira? A e di që ti po ecje për gjumësh? Unë mendova se dikush ishte duke më thirrur. Jo! Kush je ti? Kush je ti? Unë doqa ulërimat dhe gjurmët e gjakut dhe ja ku të gjeta bishegër. Unë I përkaz brezit të 55 të Ozunos. Unë quem Çaki Ozuno dhe tani do të jap një mësim që nuk ke për të harruar kur. Dhe unë do të sigurohem të jap atë që meriton, moj bishelig. Ej, prift Jukai, ti po flet në mënyrë qesharake, a e kupton këtë? Hej, prit një sekond. Nxito prift Jukai, nxito të fshihesh prapa faltores. Ky djalosh do të sigurohet ta zhduk për gjithmonë atë të ligun. Kazueza! Mjaft tani, Jukai! Si arrin të mendosh gjëra të tilla? Le të fillojmë, Zenki. Dhe unë tani zgjoj ëngjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme! Ringjallu Zenki! Ringjallu! Çfarë po ndodh?
Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Një përbindësh. Nuk më merrte mendja kur që do të shikoja kaq shpejt. Kjo më lumturon mua, për sa i përket poshtërimit që më ke bërë, tani do të më paguash. Çfarë është ajo atje? Ka mundësi. Karuma? Mendoj se do thash që për aq kohë sa do të ekzistojnë dëshirat njerëzore, fare e ligësisë nuk do të shtuket. Unë do të kthehem përsëri në jetë. Mirë pra, do të kthehem përsëri. Kam shumë frikë. Po kush janë vallë këta njerëz? Arva që do të shkatrojë errësirën dhe ka për të më dhënë fuqinë e nevojshme. Rojtari kohës, o draguaj art! Draguaj art eja! Sopata e art! Tani do të provosh edhe njerë fuqinë sulmuese të sopatës së art! Iha! Çfarë po bën ai kështu? Ja dole mban! Të lumt, shumë mirë Zenki. Ja, nuk kam mbaruar. S'ka mundësi, sapata e art u shtrëmbërua. Fuqia e akmarjes. Me sa duket fuqitë e Karumës po kthehen në fuqitë e Liga. Dhe në këtë mënyrë arriti të përballonte sulmin e Zenkit. Kjo do të thotë që bisha e egër mund jetë? Nuk jam e sigurt, po kjo ngjan shumë me farat e ligësisë që Karuma mbolli kohë më parë. Me fjalë të tjera, janë farat e Karumës. Farat e Karumës? Për 1000 vjet. Ozono dhe pasardhësit e tij më kanë poshtëruar mua shumë herë radhazi. Por tani, ju do të më paguani për këtë. Talo! Ata nuk kanë të bëjnë fare me këtë! Shepe! Po tallesh me mua, kjo s'ishte asgjë. Shaki! Shaki! Si e ke punën, ti u dorëzove? Forca pra! Jesh mirë, motër? Nuk e prisja këtë. Kjo ishte pak e vështirë për të përballuar nga ne të moshuarit. Sulmi ishte shumë i rëndë. Akira, unë nuk mund të të mbaj ty Jo, tani. të lutem, unë kam shumë frikë. Nuk mund të Akira. lutem. Kam frikë. Akira, të lutem, nuk e nxjerr dot pistoletën kështu. Jo, kam frikë, kam frikë. Tani do të filloj hakmarrja ime. Hakmarrja ime o bëll. Mjaft, ai fëmi nuk ka të bëj fare. Vdes! Nuk funksionoj, voglushe. Akira! Çfarë
Çfarë është kjo dritë? Drita e arteve të timësh! Mallkuar, nuk më merr të mendja se do të zgjoj kaq shpejt. Po kjo çfarë është? A jeni mirë? Mos më prek mua! Një përbindësh dhe kujdestarja e angjëllit mbrojtës. Ai përbindësh i shëmtuar dhe kjo fare çuditshme. Kuj do t'ja merrte mendja se do të gjeja gjithë këto prova të çmuara vetëm në një vend? Prova, zonja Kazue? Profesori do të gëzohet shumë kur t'i shikoj këto prova. Kush do t'ja di? Bjere këtu atë farën? Ndalo, mos guxo të më afrohesh më shumë. Çfarë je duke bërë? Nëse afrohesh dhe një hap më shumë, do të bëj copa. O, zoti madh, ti nuk po sillesh mirë me ne. Po, sidomos pasi u shpëtuam jetën. Unë nuk ju kërkova ndihmë, apo jo? S'mund të kem besim tek ju, kështu që mos më afroni. E kuptuat? Si flet kështu? Çfarë ke Lulu Papa? Prift, shiko atje! O tani çfarë është kjo atmosferë keqe? Po çfarë po ndodh vallë kështu? Kush je ti? Unë jam biri i Engait, mbretit të madh dhe të fuqishëm, që ka tokën e vdekjes. Qeni hyjnor, roh. Qeni hyjnor, roh? Fara e Karumas! Jo, mos! Merre kokutej. Është për ty. E mirë është, po ha farën e Karumës. Ki kujdes. Ai qen ka paraqitje shumë të ligë. Gjithë farat e mbetura nga Karuma i përkasin mikut tim të mirë kokutej. Ai do t'i hajë të gjitha farat të cilat kanë thithur dëshirat njerëzore edhe do të bëhet përbindëshi, bisha hyjni që do ta shkatroj këtë botë. Kjo është gjëja më qesharake që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Ajo është para ime më jep me një herë po të them. S'ka mundësi. Dhe do ta marr përsëri. Qesharake. Çfarë është ajo? Por, ai nuk mund ta bëj. A mund ta ndjesh tani këtë forcë? Unë jam shumë më i fuqishëm se ti. Zenki? Nëse të dhimbë se t'jeta jote, harroje atë që pesot. Të paktën do t'jesh në gjendje të shijosh jetën, derisa bota të shkatrohet. Zenki?
Tani armiku jon i ri është Qeni Hyjnar.